Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë firmosur një marrëveshje për mbështetjen dhe përgatitjen e studentëve përmes praktikave të paguara të punës, me qëllim aftësimin e tyre profesional si dhe njohjen nga afër në terren me të gjitha proceset e zhvillimit të infrastrukturës. Rektori i Universitetit Politeknik Aklif Fundo tha se bashkëpunimi me Ministrinë e Infrastrukturës është për aspekte të rëndësishme të aktiviteteve të përbashkëta në fushat e inxhinierisë dhe ndërtimit. Jam shumë i nderuar dhe është një kënaqësi e veçantë për mua të jemi këtu sot së bashku në një ambient të privilegjuar partneriteti në mes të bashkëpunëtorëve, kolegëve dhe miqve të mirë të Universitetit Politeknik për t'i dhënë jetë në nënshkrimit të një memorandumi të ri mirëkuptimi me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në kuadër të bashkëpunimit në Paktin për Universitetin, si dhe duke marrë parasysh angazhimin e përbashkët për nxitjen e barazisë gjinore dhe promovimin e pjesëmarrjes grave dhe vajzave në sektor tradicional të dominuar nga meshkujt si ndërtimi dhe transporti. Kjo iniciativë mbështetet edhe nga programi ndërtimi i urave të qëndrueshme në komponentin për trajtimin e ndekut gjinor të punësimit lidhur me ndërtimin e rrugëve. Rektori nënvizoi se qëllimi i këtij memorandumi është të përcaktoj fushën e bashkëpunimit mes Ministrisë për zbatimin e një programi të praktikës të punës 6 mujore me pagesë për student në vitin e fundit të studimeve ose të diplomuar në fushat e lidhura me transportin dhe ndërtimin. Fundo theksoi se do të vlerësonte nëse do të kishte mbështetje në lidhje me plotësimin e kuadrit ligjor, realizimin e internshipeve dhe praktikat e punës me pagesë 6 mujore në përputhje me standardet e shkollave europiane. Qëllimi i këtij memorandumi është përcaktoj fushën e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universitetit Politeknik për krijimin dhe zbatimin e një programi të praktikave të punës 6 mujore me pagesë për student në vitin e fundit të studimeve ose të diplomuar në fushat e lidhura me transportin dhe ndërtimin. Do doja të theksoja se ky memorandum mirëkuptimi vjen në kohën e dur për Universitetin Politeknik, kur zhvillimi i mëtejshëm i kurrikulave dhe programeve mësimore në kuadrin e ndërkombëtarizimit përmes diplomave të përbashkëta dhe dy fishta europiane, por edhe kampusit francez të Universitetit Teknologjisë Kompjenjës në Universitetin Politeknik, bëjnë emergjent dhe shumë të rëndësishëm organizimin e komponentit të internshipeve dhe praktikave të punës në përputhje të plot me standardet evropiane që diktohen nga këto diploma evropiane. Nga ana e vet, Universiteti Politeknik është angazhuar maksimalisht për përmbushjen konform të standardeve europiane të këtij komponenti, të detyrueshëm nga diplomat e përbashkëta evropiane, përmes bashkëpunimit dhe partneritetit me institucione dhe organizma e ndërmarrje vendase dhe europiane, pavarësisht vështirësive me karakter ligjor për një internship ose praktik me pagesë, sikurse e kanë detyrim shkollat evropiane. Ky memorandum vjen në kohën e dur për Universitetin Politeknik, tha Fundo, ku zhvillimi kurrikulave dhe programeve mësimore në kuadrin e ndërkombëtarizimit përmes diplomave të përbashkëta dhe të dy fishta europiane bëjnë emergjent dhe të rëndësishëm organizimin e komponentit të internshipeve dhe praktikave të punës në përputhje të plot me standardet europiane.